Protestuesit e kanë vendosur verën do ta kalojnë në bulevard në ditën e 44 të protestës. Organizatorët njoftuan se nuk të rriqen deri në shtator. E dua të ftoj edhe ata që janë nëpër shtëpia që të na bashkohen se deri në shtator ne do të jemi këtu dhe nuk të visim. Për herë të parë pas 44 ditësh në bulevard, organizatorët e protestës sqaruan edhe kërkesën e tyre për dorëheqjen e klasës politike dhe krijimin e një qeverie teknike. Ne duam një qeveri teknike, jo partijake, e përbërë nga njerëzit më të mirë të këtij vendi, nga talentet më të mira që ka vendi. Nga sheshi u bë thirrje që protesta e 45 të zhvendoset në Bruksel, teksa do të zhvillohet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku vendi ynë nis mbylljen e grup kapitujve negociues të antarësimit. Vëllezërit e motrat tanë, nga Belgjika, Hollanda, Franca dhe Gjermania do jenë aty për t'i treguar se përmjetët të gjithë Europës. Pas fjalimeve para godinës qeveritare, protestuesit zhvilluan marshimin e përnatshëm në rrugët kryesore të kryeqytetit me flamujt kombëtar në duar dhe thirrjet për dorëheqjen e politikës.